kontrollojnë gjithçka. Gratë më të përpikta sipas shenjës së horoskopit. Ndër gratë më të përpikta sipas horoskopit nuk mund të mungojnë shenja e Virgjireshës. Gratë e kësaj shenje janë shumë metodike dhe të përpikta. Kur ato duhet të kryejnë një detyrë që është caktuar, e bëjnë atë në mënyrë të përsosur. Ato janë punonjëset më të mira që një kompani mund të ketë. Në fushën e studimeve, ato punojnë shumë, gjithmonë japin raportet përsosura në provime, marrin rezultatet më të mira. Merita është e përkushtimit dhe e saktësisë së tyre. Binjakët. Nëse burri i shenjës së binjakëve është gjithmonë shumë i hutuar, homologja e tij femër nuk është as pak. Gruaja e shenjës së zodiakut të binjakëve është shumë e kujdesshme, edhe sepse gjallëria e saj e madhe çon atë të menaxhojë angazhime të ndryshme dhe t'i çojë të gjitha në një mbyllje. Ajo duhet të bëjë të gjitha gjërat mirë me kujdes, pa humbur asnjë detaj. Gruaja binjak është shumë e përpikt dhe është e aftë të kryejë veprimtari të shumta, duke i kryer ato me sukses në të njëjtën kohë. Si gruaja binjakët, Luani është gjithashtu shumë e përpikt dhe në këtë ndryshon nga burri i shenjës. Gruaja Luan pëlqen të menaxhojë situata praktike dhe të planifikojë çdo detaj. Ajo dëshiron kontrollin e gjithçkaje dhe që gjithçka të jetë e përpikt në çdo detaj. Akrepi. Një tjetër grua shumë e përpikt është ajo e shenjës së zodiakut Akrepit, e cila sigurisht nuk i lë gjërat në gjysmë të rrugës. Akrepi është një grua që është shumë e vëmendshme për detaje precize dhe e drejtë në kryerjen e detyrave të saj. Rallëherë lë një punë për gjysmë, veçanërisht në lidhje me vendin e saj të punës.